krizë mes Teutës e Adonisit. Nuk do donim, por e vërtet. Tani që po kujtojmë, sigurisht mund të mendoni se kur i keni parë të fundën herë në rrjete sociale bashk Teutën dhe Adonisin. Kjo jo rastisht. Prive nga burime të sigurta pranë tyre, ka arritur të kuptoj që ka zhvillime nga personalja e çiftit. Fatkeqësisht, jo nga ato të mirat. Siç thon zëra afër çiftit, lidhja e tyre nuk është në periudhën më të favorshme. Po, Teuta dhe Adonisi po kalojnë një krizë. Ky zhvillim ka disa muaj mirë, po ka arritur që të mbahet larg syrit të publikut. Kjo është edhe arsye e mungesës së postimeve të përbashkëta, teksa Adonisi edhe është zhdukur në tërësi nga rrjetet sociale. Ndryshe, Teuta dhe Adonisi lidhjen e tyre zyrtarizuan 8 vite më parë, duke qenë ndër çiftet më interesante të pëlqyer të famshmëve shqiptar. Sa bëhet fjalë për diçka përfundimtare apo kaluese, nuk po e themi këtë herë. Kriza në martesën e ish-kryetarit Shpend Ahmeti. Edhe kjo e vërtet. Nuk na ndan krizat në qift as në lajmin e dytë, kësaj here nga një tjetër fushë. Burimet të sigurta të prive kanë bërë të ditur që ish-kryetari i Prishtinës për 2 mandate, Shpend Ahmeti dhe bashortja e tij, Ardiana, nuk janë më bashkë. Dyshja duke si kanë ndarë rrugët prej kohësh, por me qytetari dhe pa drama. Sipas burimeve pranë tyre, prej më shumë se një viti, ata nuk jetojnë bashkë. Pas përfundimit të mandatit si i pari kryeqytetit, Ahmeti është tërhequr nga syri i publikut duke zgjedhur të shfaqet rrallë, si në intervista ashtu edhe në rrjetet sociale. Elvana telashe me vizën amerikane. Po, e vërtet. Këngëtare Elvana Gjata kishte parapare disa koncerte për te oqeanit. Megjithatë, planet mbetën vetëm plane, kjo për shkak të autoriteteve amerikane. Prive mëson se këngëtares i është refuzuar lëshimi i vizës, çka ka bërë që të anulohen koncertet e saj parapara për dhjetor e janar. Megjithatë, duket se largimi nga Amerika nuk do jetë i gjatë. Të njëjtat burime nga përti Atlantikut kanë bërë të ditur se me shumë gjas, viza e re do merret shpejt dhe Elvana nuk do mungojë me koncerte për shqiptarët atje për gjatë muajve në vazhdim. Probleme me viza kanë pasur e pritet të kenë edhe disa emra të tjerë nga bota të famshmëve. Kjo për shkak të shtrëngimit të masave dhe kritereve nga administrata e re amerikane. Me ujë, rrymë Amerikë nuk ka hajgare. Gjeneta në njohje të re. E vërtet. Teksa të gjithë mund t'jenë duke komentuar ende përgjegjësin i cili shpesh po e përmend, po i përmend brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, Gjeneta duket se ka kokën vetëm përpara. Krahas punëve të shumta dhe angazhimit të ri si opinioniste në panelin e trotuar në diell, të reja ka edhe ka personalja. Prive mëson se Gjeneta po e shijon një njohje të re. Kush është personi në fjalë që po i merr vëmendjen e me shumë gjas e the zemrën finalistës së Big Brother VIP Kosova 3? Ajo është shqiptar, por me banim jashtë vendit, në Evropë. Teksa të gjithë po merren me të në Kosovë e Shqipëri, Gjenetës shënjestrinja pas ka vendosur dikush më larg. Tani po e kuptojmë se kush llastoi Gjenetën në udhëtimin e fundit në Zvicër. Përpos shqiptar i diasporës, mashkulli, ende misterioz, të cilin po e njeh këto kohë, mund të thuhet me plot gojë që qenë ka dhe dorë lirë. Ku ka më mirë?